Vrasja e 27 vjeçarit shqiptar Sullo Halili në Greqi po zbulohet çdo ditë më shumë si një histori e errët me shumë shtresa ku faktet e pakta që dihen sot nuk mjaftojnë për të ndërtuar një tablo të qartë, por e bëjnë ngjarjen edhe më të rëndë. Trupi i pajetit të riut u gjeti djegur brenda makinës së tij e shkrumbuar nga flakot, ndërsa ekspertiza mjekoligjore zbuloi se ai ishte qelluar paraprakisht me armë zjarri. Vetë mënyra e ekzekutimit tregon qartë se kemi të bëjmë me një krim të planifikuar me kujdes të kryer nga persona që ditën si të zhduknin çdo gjurmë. Njëra nga pystat e hetimit lidhet me marrëdhënien jashtëmartësore që Halili kishte krijuar me një vajzë në Greqi me të cilën komunikonte në rrjetet sociale. Mediat greke raportojnë se ish-partneri i saj kishte kërcënuar të riun nga Tepelena, duke e bërë këtë pistë një nga më të fortat që po shqyrtohen. Edhe familjarët e viktimës e konfirmojnë këtë konflikt. Tezja e tij ka deklaruar se personi i vetëm me cilin 27 vjeçari kishte probleme ishte pikërisht ky shtetas grek, ish i dashur i vajzës me të cilën ai nisi romancën. Por mënyra e egër dhe profesionale e kryerjes së krimit lë hapësirë për më shumë se një version. Hetuesit grek dyshojnë se autorët kanë qenë të organizuar, makina me të cilën u krye vrasja ishte e vjedhur me targa rreme që përputheshin me një automjet identik, ndërsa asnjë gjurmë nuk u gjet në vend ngjarje. Çdo hap i tyre duket i mirë planifikuar, sikur pas ekzekutimit të ishte një grup njerëzish me përvojë. Itinerari i fundit i 27 vjeçarit ngre edhe më shumë pikë pyetje. Banues në Alkidha dhe punëtor ndërtimi ai u zhduk pasi shkoi në Teb me një mik. Pasi e la mikun, ka deklaruar se po shkonte në vilat e Atikës për një punë. Pikërisht aty makina e tij u gjet e braktisur 2 ditë më vonë. Para se të zhdukej plotësisht, ai kishte telefonuar gruan për ta njoftuar se kishte mbërritur në destinacion. Pas kësaj telefonate, telefoni i tij u fik përgjithmonë. Dhimbja dhe tronditja e familjes shfaqen të palëvizshme në rrëfimin e të atit të tij. Nusja e djalit më njoftoi e para, ditën që u zhduk kishte shkuar të merrte patentën, më pas u nda nga shoku dhe telefoni i djalit nuk u hap më. Djali nuk kishte konflikte me askënd, ishte shumë i qetë, jetonte prej 6-7 vitesh në Greqi, rrëfen ai. Martesa e triut sipas të atit kishte pasur disa probleme, por ai thotë se nuk njihte detaje. Sullo Halili la pas 2 fëmijë të mitur. Trupi i tij u identifikua vetëm fal ADN-s, ndërsa hetimet vazhdojnë, çështja mbetet me shumë mister sesa zgjidhje. Romanca e ndaluar, konfliktet e padukshme, zhdukja e menjëhershme dhe mënyra profesionale e vrasjes krijojnë një mozaik të errët që autoritetet greke ende nuk mund ta deshifrojnë. E vetmja gjë e qartë është se 27 vjeçari shqiptar u eliminua me gjakftotësi dhe se kushdo që e vrau e bëri duke pasur një plan të saktë dhe një qëllim të qartë. Historia e Sullo Halilit po kthehet kështu në një nga ngjarjet më të rënda dhe më enigmatike të migracionit shqiptar në Greqi vitet e fundit, një vrasje e kryer në heshtje por që ende kërkon përgjigje.